Në shkollën e mesme ekonomike 8 shtatori në Tetov u shënua festa e nëntorit me një manifestim kulturor ku nxënësit kishin përgatitur këngë, recitime dhe valle. Drejtoresha e kësaj shkolle, Hava Hasani, uroi të gjithë shqiptarët për ditën e pavarësisë dhe deklaroi se së bashku me nxënësit po festojnë me krenari ditën që bashkon të gjithë shqiptarët kudo që janë. Sot shënoj me krenari 28 nëntorin, ditën e flamurit, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ditën që bashkon të gjithë shqiptarët kudo që janë. Kjo është një ditë që na kujton sakrificat, por edhe forcën, unitetin dhe vlerat tona kombëtare. Falenderoj gjithashtu nxënësit për përgatitjen e programit Solem. Me punën dhe talentin e atyre e bëjnë shkollën tonë më të ndryshme. Gjithashtu e kena edhe ekspozitën ku nxënësit përgatitin vetë me talentin e tyre. Krahas manifestimit kulturor, maturantët kishin përgatitur edhe tryezën e maturantëve, e cila është tradicionale për këtë shkollë, ku nxënësit kishin përgatitur ushqime të ndryshme tradicionale. Sot gjithashtu maturantët e shkollës tonë kanë përgatitur tryezën e maturantëve. E kena 3 ditë që maturantët përgatisin tryezën e maturantëve me ushqime tradicionale. Unë jam nxënësja Elma Zeqiri, jam maturante dhe kam shumë der që sot jem prezantuese, por përveç prezantueses jam pjesë edhe e tryezës së maturës, e cila është traditë në shkollën tonë. Këtu pas është klasa ime dhe kemi përgatitur ushqime të ndryshme për hir të festës së 28 nëntorit dhe shpresoj që ta shijojnë gjithë publiku edhe në nxënësit së bashku. Përveç manifestimit, nga kjo shkollë u ndan edhe mirënjohje për mësimdhënësit që kanë kontribuar mbi 20 vjet në këtë shkollë dhe për mësimdhënësit të cilët janë në prag pensioni.